Njerëz, internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të A1 Report, unë jam Da Sara, nga studio e këtij programi. Kisha kohë që nuk mbaja nga këto qëndrimet tipiko, civile, qytetare, këto temat sociale do me thënë që bëj unë. Arsyeja që më solli përsëri këtu në studio, në fakt nuk është shumë e vogël, sigurisht sepse në përgjithësi kur unë merrem të trajtoj këto problemet sociale, e kam i hall, e kam i problem. E dini ju, e kam i shqetësim. Po haja darkë dhe tek tavolina ngjitur, dëgjova shumë të shqetësuar se tallagjarja e mun, qa bën bota shof. Dëgjova me shumë vëmendje që dy pronarët e restorantit, burrë e gru do me thënë, kishin kaluar një ditë të tmerrshme. I kishte ardhur një letër nga drejtoria rajonale e inspektoriatit shtetëror të punës. Letra ishte një flet thirrje, siç shkruan edhe këtu. Dhe nga mbrapa kishte 15 pika që duhen plotësuar. Dokumentacioni që duhet të paraqiste biznesi. Sa herë ndrohen qeverit, ikën lena dhe vjen prena, dokumentacioni dhe çdo gjë tjetër duhet bërë nga e para. Kështu ishte edhe rasti këtyre dy biznesmenve që kishin kohë që operonin në treg si biznesmen, do me thënë. Ishin 15 pika që duheshin paraqitur në këtë dokumentacion. 1. Autorizim nga punëdhënësi për personin që përfaqëson subjektin. 2. Vendim i regjistrimit në gjykat ose QKR. 3. Certifikat të organit tatimor, NIPT ose NIPTet. E kështu me radhë që të mos ju alot shumë kokën, aq më tepër që ju që jeni biznesmen e dini shumë mirë se çfarë janë këto pikat që paraqiten tek këto kërkesat që duhen zbatuar patjetër. Po qëndroj tek këto pikat që përmenda. Për shembull, vendimi i regjistrimit në gjykat ose në QKR është online, sepse ajo qeveria që iku, shqyr na shpëtoi nga radhat. Dhe tani çdo regjistrim i çdo biznesi bëhet online. Kështu, edhe ata të shkretët që nuk dinin ta përdorin internetin apo kompjuterin, si Çeço e mësuan. Edhe NIPT-in e një biznesi e gjen shumë kollaj online nëse do. Megjithatë, unë nuk dua të ndaloj kjo letrare. E mora vetëm si shkas për të kuptuar që na çmendën, na shkatruan, na shkalluan qeverit që hikën lena dhe vjen prena dhe na sjell teorira të reja. Mu kujtua nga ky rast edhe një rast tjetër. Për shembull, kjo qeveria e re na i hoqi furgonat. Sa u lumturova dhe u kënaqa kur mund të udhëtoja e lirë dhe jo me ato të çmendurit që i jepnin si të marr furgonit edhe ti nuk dije nga të shkoje se ai nuk ndiste sinjalin edhe të futesh e rrugës. U lumturova jashtë mase dhe thash, shpëtuam ne që japi makinës. Por, si gjithmonë, çudia më e madhe, vetëm 3 ditë zgjat. Sepse mbas 3 ditësh, e dini se çfarë ndodhi? U shqyen dhe u shkalluan me njëri tjetrin udhëtarët, se nuk kishin një mjet me të cilin të shkonin në vendin e tyre të lindjes, kur kishte në festa, në fundjavë për shembull, se punojnë në Tiranë të shkretët, po mund të banojnë në qytete të tjera të Shqipërisë. Se shoqërzotit e dini mo, punë vetëm Tirana ka, qytetet e tjera kotrojnë. Dhe kuptova që mbasi iku ky Lena dhe erdhi ky Prena, që shpresova që do të na i rregullonte gjërat dhe do na i bënte më mirë, i ka kapur në fakt problemet nga maja, jo nga bishti ose nga themeli, merreni si doni. E njëjta gjë edhe me këtë letrën. I shkreti biznes që kishte kaq kohë që operonte në treg. Unë personalisht mendoj që, për shembull, në vend që të merren masa dhe ligje të tjera dhe dokumenta të tjera dhe punë të tjera për bizneset që operojnë tashmë prej vitesh në treg, të merret i çik kryeministri ose kushtëdojër Lena Prena. Kujt i takon kjo punë? Me problemin thelbësor që është dhe më i madh se vetë biznesi që ka kohë në treg. E dini se kush është? Bizneset e reja. Në Shqipëri, mjafton të kesh 1 milion lek edhe bëhesh biznesmen. Sa aq, ose dhe më pak akoma, kushton të regjistrohesh në QKR dhe je bë biznesmene. A je i zoti, ta qosh biznesin për para apo jo? Kjo është histori tjetër. Ama, çdo njeri mund të bëhet biznesmen në Shqipëri. E keni vënë re që në një lagje ka 5 parukeri, 7 restorante, diskoteka kemi 70 vetëm në Tiranë. Se jo për gjë, po ikën djali jashtë shtetit, nona është tunet në shtëpi, nona është grua e re, ka fuqi akoma, i sjell djali nga jashtë shtetit ca lek, e në nona çohet i ditë bukur mjes edhe thot, ata hap edhe unë i biznese dhe 50 vjeçe kujtohet të bëj një parukeri dhe bëhet parukjere nona. Megjithatë, në përgjithësi këto nonat hapin kafenera ose dyqane rrobash. Dhe biznesi, po ta vini re, çdo biznes në Shqipëri është më i suksesshëm, më i miri dhe mallra si ato që kanë të gjitha ato bizneset, nuk ka asnjë biznes tjetër. I dashur Xhaxhi kryeministër, të lutem,
mos na të mendojmë që iku Lena dhe po vjen prena. Kapi problemin edhe zgjidhe nga rrënja, nga themeli, ose nga dushti vetëm kape. E di që po fërkoni duart dhe po mendoni që do mere me thashe theme tani. Por jo, unë tani jam nivel ma i noltë. Do mere me artë, me kulturë. Po flisja për kryeministrin unë, po thosha për qeverit që ikën Lena dhe vjen prena. E po, edhe sa gjëra të mira, sigurisht që i bën qeverijare, kur vjen në pushtet. Si që është rasti i heqjes së Tan Minarollit dhe vendosjes së Ilir Butkës si drejtor të qendrës kombëtare të kinematografisë. Besoj se nuk do qahet më Tan Minarolli për buxhetin e munguar nga ana e qeverisë. Apo, edhe po qajti, po ku do qahet? Si çdo institucion tjetër, edhe këto institucionet kulturore, kanë një pikpamje politike që e ndjek gjithmonë kush? Po drejtori pra, drejtori. Dhe Tan Minarolli, si drejtore, nga pikpamja politike, e qau çështjen e kinematografisë. Janë stimuluar regjisorët e rinj që është pjesë e politikës së promovimit të kinematografisë, sa s'ka ku të shkoj. Në gjithë këto vite, një regjisor na pasyri. Djalin e regjisorit, do me thënë Joni Shanajn, djalin e Mevlan Shanajt, me një film që me zore bëri mbas 7 vjetësh xhirime dhe që kur doli, e pat vetë se si ishta. E të gjom të edhëm. Pa, e të gjaj. Ajo është puna i. Ti shikoj punën tënë. Qa punë? Ate e diktima nërso. 2 orë filme, knaqeshe, shifshe aktorët se si shikoni njëri tjetrin nga një krevat, këtë tjetre. Kështu që një nga pikat për të promovuar regjisorët e rinj, e bëri. E promovoi një regjisor, familjen mbretërore Shanaj. Tani sa për atë çështjen e buxhetit. Në qoftë se duheshin promovuar disa regjisor të rinj, ai promovoi vetëm njërin. Po me të tjerët, çfarë bëri? Se ka i buxheti e ka mallin unë. Me sa kam dëgjuar se mbase ja fuse dhe kotun, sikur nuk justifikoheshin dhe aq mirë këto buxhetet që dilnin nga qendra kombëtare e kinematografisë. Se ata që i merrnin ishin shokët e Tan Minarollit. Kur shikoje filmat në fakt, nuk të dukej sikur ishin harxhuar edhe aq lek. Prap, mendimi im, po ku kanë shku këto lekët? Se ky është problemi. E dini se çfarë më bën të dyshoj më shumë? E keni parasysh filmin Femrat e Ermal Mamaqit, që nuk e ngeli njeri pa e parë dhe që pati një sukses shumë të madh? Nuk ishte projekt me buxhet nga qendra kombëtare e kinematografisë. Jo, prandaj ishte film aq i bukur. E kështu, unë vetëm për të bërë një 2 analiza të thjeshta jam këtu, pastaj për kallam kusurin, mendoni vetë ju. Uroj vetëm që ky Ilir Butka, me aq sa e njoh unë, të na nderoj. Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të A1 Report, e dini se ku ndodhem? Në këtë krah, pra në krahun tim të majt, kam Sheshin Wilson, ose rreth rrotullimin e Tiranës së Re, se që jemi mësuar ta quajmë ndryshe. Ndërsa nga krahu këtej është libri universitar, dhe unë jam pikërisht në mes të kësaj rruge. E dini pse? Sepse do të hyj këtu brenda në Best Buy Drugstore, të tilla ka 2 në Tiranë, dyqane shumë të veçanta, po për çfarë arsye janë të veçanta, do ta zbulojmë kur të hyjmë brenda. Produkte të huaja, produkte që vinë nga jashtë, produkte që ne në fakt i importojmë, bukur do t'ishte që t'i eksportonim ato. Por në pamundësi, për arsye të cilat nuk i di se pse në fakt nuk eksportohet nga Shqipëria, të paktën të arrim të kuptojmë se kush janë produktet e vërteta të importuara, me të cilat nuk abuzohet, janë produkte të mira, produkte cilësore. Ne na pëlqen shumë Gjermania, dhe në fakt në Europë, Gjermania i pëlqen të gjithëve. Në të gjithë Europën, Gjermania shquhet për rregullin, por sigurisht edhe për cilësinë, sepse aty ku ka disiplinë dhe rregull, ka patjetër edhe rezultate dhe cilësi. E pra, edhe në Tiranë abuzohet edhe me këtë fakt. Ka dyqane në fakt të cilat pretendojnë se produktet e tyre janë gjermane dhe shumë cilësore, por në fakt ju i gjeni ato në të vërtet vetëm në një vend, këtu në Best Buy Drugstore, për arsyen se kemi të bëjmë me produkte të vërteta. Në qoftë se ne do të bënim një shëtitje të gjithë dyqanit, produktet fillojnë dhe pothuajse nuk mbarojnë kurrë, sepse kemi të bëjmë me produkte të gjitha llojeve, me çmim shumë të mirë, por me garanci në cilësi, se kjo është më e rëndësishmja. Por sigurisht që unë nuk jam aq e mençur sa ti di të gjitha vetë. Do më ndihmoj menaxherja e këtij dyqani, Jonida, për detajet. O Jonida, nga po zbret nga sipër ti? Po, sepse ne
dyqanin e kemi me 2 kate. E po ngjitemi një lart, dëgjoj, pash ato çokoladat Mozart. Çokoladat Mozart janë çokoladat që unë preferoj më shumë në botë. Janë shumë të mira dhe cilësia është e padiskutueshme. Mirë, po tani shiko, ngjitemi një herë sipër ne, shohim çfarë bëhet aty lart, se aty lart nuk isha unë akoma. Edhe bëjmë një prezantim të përgjithshëm të gjithë Best Buy. Best Buy Drug Store duat nisë që nga kjo që njerëzit të kuptojnë njerëz do të thotë në shqip. Atëherë Best Buy ka kuptimin blerjet më të mira. Do të thotë cilësia më e mirë dhe e garantuar. Morët vesh apo jo? Kurse Drug Store, ne kemi dhe pavionin tonë që kemi për vitaminat edhe detergjentët. Edhe ajo e bën hyn në kategorinë e Drug Store që quhen. Shiko, ku më ngacmoj syri me një herë mua janë këto prodhime, produkte për kafshët, sepse un kam kafsh në shtëpi, kam dhe mace dhe qen. Atëherë ne kemi linjën edhe për kafsh, edhe për macet, edhe për qent. Ne nuk preferojmë t'i quajmë kafsh, sepse ato janë miq tonë të përditshëm. Mirë, kjo është shumë e vërtet, por janë gjithçka e shkruar në gjermanisht, produktet vijnë nga Gjermania, Katzefütter, Çdo gjë është prodhim gjerman. Çdo produkt që neve tregtojmë është prodhim gjerman. Por në fakt keni edhe konkurrent në Shqipëri të produkteve gjermane. Çfarë do t'ju dallonte juve nga këta konkurrentët tuaj? S'do doja t'i quaja konkurrent në fakt. Atëherë, cilësia që ne kemi është e padiskutueshme. Dhe moto jon është cilësia bën ndryshimin. Ashtu, a? Që nisur nga kjo moto, ne sigurojmë çdo klient që na hyn në dyqan se cilësia është e padiskutueshme. E qartë, por ja, unë hyra si kliente e zëma, edhe erdha këtu. Sigurisht që syt më shkuan në radh parë tek ato që mua më interesojnë, pra çokoladat e mia të preferuara dhe i gjeta. Dhe ajo që më nevojitet mua për të ushqyer 2 kafshët e mia që kam në shtëpi. Dhe unë arrit të kuptoj që janë produkte gjermane nga mënyra se si janë shkruar. Por e kam parë këtë edhe në dyqan tjetër që bën të njëjtën gjë që sjell produkte. Mirë po, jo gjithmonë kam ngelur e kënaqur nga ato produkte. Do të thotë, si arrin klienti të bëj diferencën? Pra si e kuptoj unë që në fakt duhet vi këtu në Best Buy Drug Store për të gjetur vërtet produktet më cilësore? Ne çdo klienti kemi munduar që t'i themi që cilësia është e padiskutueshme. Ne rimbursojmë çdo klient që mund ngelet i pakënaqur, po gjë e tillë deri më sot nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Jo, absolutisht, as edhe një herë. E kuptoj. Mirë, kush janë ndër produktet kryesore? Do bëjmë një shëtitje mi tregosh pak? Po, te ky kat që ne jemi, te kati i sipër i dyqanit, kryesisht kemi produkte aksesorët për kuzhinën. Po, këtu përballë kemi aksesorët për kuzhinën për pastrimin. Edhe këtu në cep shikoj që keni shumë për insektet, apo jo? Po, sepse me qënë se vjen edhe sezoni tani, edhe janë, insektet janë të padëshiruar dhe ne mundohemi që t'i shmangim këtë pjesën dhe i trajtojmë me disa produkte specifike. Po shikoj që keni disa marka këtu që mund t'jenë të mira, Jonida? Po. Ka marka të ndryshme, sepse ne ofrojmë të njëjtin produkt, po me marka të ndryshme. E kuptoj. Cilësia gjithmonë është e njëjtë. E kuptoj. Mirë, pastaj këto janë folën pra që janë të gjitha produktet e kuzhinës, edhe vazhdojnë të ndryshëm, që ka i gjitha. Po, është komplet sektor. Kuzhinën, po. Ka edhe për banjon, do thosha, apo jo? Kjo s'është për banjon? Kjo është për banjon, është për pllakën e dushit që mos rrshkasin. Që mos rrshkasin, sidomos kalamajt se të rriturit kanë çik më shumë kujdes. Okej. Kjo është për të mbuluar ato kostumet. Pra, jo, e di pse i kap me dorë këto produktet Jonida, se në fakt shoh gjëra që janë të veçanta, që nuk i gjen në çdo vend, që është e vështirë të gjesh në çdo market të thjeshtë. Ne mundohemi që të plotësojmë çdo kërkesë të klientëve. Dua të vi këtu te këto çokoladat Mozart dhe këtu ti do më thuash veçanërisht çdo çmim. E di pse, se unë e di se sa kushtojnë kur shkoj dhe i blej në Austri ose në Gjermani çokoladat. Sa kushtojnë këto? 400? Kjo është 465 lek. Okej, po themi 3 euro, kështu që nuk ka shanse t'i blesh 3 euro në Gjermani. Absolutisht, nuk ka. Edhe kjo është po 465 lek, po është paketimi për dhuratë. Kurse kjo është gramaturë më e madhe dhe është 1170 lek. Dhurata boni në dyqanin tuaj ju? Po, patjetër që bëjmë dhurata. Nuk e dua për vete, dua t'i bëj një dhuratë kameramane. Po, pa merakja i testojmë tani. Mirë shumë, edhe mikpritës,
Tani, a ishe mikpritës e ti, apo thash unë? Ne në Best Buy bëjmë gjithmonë dhuratë. Ne mundohemi që klientët tonë ti përkëdhelim. Ti merrni me të mira. Po. Se unë për veten time dua gjithmonë nga një çokoladë Mozart, me mua e zgjidhe muhabetin. Patjetër. Pash tani që janë dhe këto torrone i thon italisht, nuk e di si. Po, torrone. Po, atë. Po torrone shkruajnë dhe aty, po. Po ti keni të shijeve të ndryshme, të llojeve të ndryshme? Torronet janë të shijeve të ndryshme. Është shijer karakteristike, që është dhe tradicionalja me kikirik, është me çokoladë, me fruta të thata, me fruta pylli. Para 2-3 ditësh, një mikesha ime që punon në një report, më ofroi karamele të tilla. Dhe ishin shumë të mira. Është financierja e një reportit ajo Irma, edhe me që rasti, nuk e di pse, unë shkova të mërja rogën, e ke parasysh edhe tha merë dhe ca karamele, sa të mirë që e kemi financiere dhe unë e provova këtë dhe ishe shumë e mirë. Të ofroj një shije tjetër. Jo, nuk e di në fakt cilën shije më... A, ishte me kanela jo. Kishte shijen e kanelës. Do provoj këtë që është me fruta pylli, sepse unë vdes për frutat e pyllit, po do Ledjo, unë nuk e bëj kurrë atë që unë të shijoj dhe ti vetëm të punosh edhe të xhirosh, kështu që ta bëm dyqanin lëmsh, po përfitojmë nga emisioni tani. Absolutisht, është kënaqësi që na keni. Jonida, të lutem, më bind mua, por dhe gjithë ata që janë duke të ndjekur, se çfarë ka realisht të veçantë ky dyqan që e bën këtë ndryshe nga të tjerët. Kush janë klientët tuaj? Më bëj një përshkrim të Best Buy Drugstore. Edhe ecim ne, a? Si të duash? Best Buy Drugstore ka 2 vjet që është në tregun shqiptar. Ne kemi klientë të ndryshëm dhe të moshave. Përgjithsisht janë familjar apo? Kemi edhe të moshave të ndryshme, duke filluar që nga fëmijët, që i kemi prezent në dyqan, sepse janë kështu të përkëdhelur edhe... Po se fëmijët vinë nga që ka çokolata shumë të mira dhe karamele si këto që më deti mua. Prandaj po të thoj. Pastaj vjen mosha e re që na preferon të na vizitoj, sepse gjen gjithashtu edhe çokoladat, që pak më parë. Mosha e re vjen edhe gjen edhe gjitha edhe gamën e shampove për flokët, për trupin, për kujdesin personal. Tu jemi në sektorin e meshkujve në fakt, me sa po kuptoj. Po, ky sektor është i meshkujve. Edhe janë shampo, aftershave, si thon, pasrroje, gjitha deodorant, gel për flokët, kujdesi personal në tërësi. Të bëj një pyetje tjetër se pash me një herë poshtë këtyre shampove të trupit bebe, që po më thoshe, Davin, ose dhe Nivean. Në fakt, Jonida, këto produkte gjenden edhe në vende të tjera. Pse unë duhet të vi dhe t'i blej pikërisht këto produkte? Best Buy ofron cilësinë dhe çmim perfekt. Cili është dallimi midis produktit që unë e blej këtu, përveç çmimit, në cilësi flas, krahasuar me ato që ta blen në një dyqan tjetër? Atëre, produktin që e blen këtu me një produkt tjetër, të blerë diku tjetër, cilësinë e ndjen në momentin e parë që ju e provon. Që e provon, patjetër, e kuptoj. Gjatë ndodh kjo, janë të skaduara? Në aromë. Produktet që neve ofrojmë në Best Buy Drugstore Dasar, duhet ta dish besoj tani më. E marrë vesh që janë më cilësore se në vend tjetër. Sepse ne i importojmë vetë dhe produktet aty ku ne i importojmë janë të njëjtat produkte që përdorin edhe gjermanët. E kuptoj. Jonid, të kam vënë një çik në pozitat e ke parasysh që tani ti duhet të flasësh për dyqanin dhe njeriu është si të flasë për veten. Ti je menaxher e këtij dyqanit, patjetër që do dihet flisja shumë. Ama se si të duket besoj kur unë të vë në pozitat që duhet të flasësh për një gjë që vërtet, pa diskutime po si kur do i bësh reklam me zor, dhe në fakt neve nuk jemi duke bërë reklam këtu, por jemi duke kuptuar shumë qartë se cila është diferenca midis dyqaneve të tjera ku ju shkoni dhe blini dhe të atyre që kanë vërtet produkte cilësore. Çfarë ka akoma? Se tani më duket se mbritëm te drugstore vërtet. Ky është sektori që neve mburremi. Mburreni. Realisht. Me këtë neve mburremi. Pse? Sepse këtu në këtë pavion gjehet gama sa herë mirë e gjithë detergjentëve për shtëpinë. Duke filluar që nga larësit për rroba, detergjentët për të larë enët, zbutësit për rroba, e gjithë gama që i nevojitet një amvise, gjithashtu edhe ty, edhe mua, për përkujdesjen e shtëpisë. Jo vetëm, Jonida, por unë ngeca këtu se unë jam e apasionuar mbas aromave.
për mua një parfum i mirë, një qiri që ka një erë të mirë, një dollap që ka erë të mirë, është një gjë shumë e rëndësishme. Ne ofrojmë një gamë të gjerë. Po. Për aromatizuesit e dollapit që janë njëkohësisht. Atë po shikoj dhe unë do t'i blej që në këto momente do t'i paguaj, do të marr 4 prej këtyre. Nuk është dhurat, ju që po më ndishni në këto momente. Janë kaq ishin dhuratat mbaruan, këto do t'i blej sepse me të vërtet më bindën, janë ndjej aromën që është e shkëlqyer dhe nuk mjafton, kam përshtypjen që neve vetëm t'i lajmë rrobat, duhet që të vendosim aromatizues brenda dollapit dhe sa erë të mirë që vinë dhe sa figurë të mirë që bëjmë, se ka ca që nuk lajen as vete, jo më t'i hedhin parfum veshjeve të tyre, merrti pak për të qeshur, por është e vërtet kjo. Mirë, edhe me këtë rast i tham edhe atyre që me 100 lekë të reja, me 1000 lekë të vjetra, mund të parfumosni dollapin tuaj, edhe të vini erë e mirë çdo ditë, edhe pse nuk lajeni vet. Po nuk ju kanë kusur ato që marrin autobusin bashkë me juve që nuk lajeni vet. Tani ato e mësuan adresën tonë, kështu që me siguri do na vizitojnë. Po patjetër, edhe për 100 lekë të vjetra nuk është asgjë. Të hapësh dollapin dhe prej dollapit në fakt Jonida vjen erë gjithë shtëpia e mirë. Po patjetër. Megjithatë, unë prap nuk mjaftohem me kaq. I pëlqej shumë dhe parfumet e shtëpisë, dhe shikoj që edhe juve i keni të gjitha këto. Po janë në aroma të ndryshme dhe në firma të ndryshme. Shiko, po më bën përshtypje që këtë markë në Itali e gjejmë ndryshe dhe në Gjermani që ka Johnson shumë mirë, që vendoset brenda këtij aparatit parfumi dhe vazhdimisht spërcon. Bëna. Të këndshme. Si bën Jonida? Ua, sa më bëri përshtypje Jonida? M&M's janë ato me çokoladë brenda. Në fakt janë çokolada të mbështjella me ato karamelet me ngjyra M&M's. Ja ku janë. Mirë po, se mos e ngatronin, nëse vini në Best Buy Drugstore, është qiri ky. Edhe vjen një aromë të shkëlqyer. Sa lek janë këto? 280 të reja ose 2800 të vjetra. 2800 lekë të vjetra dhe ka aroma të ndryshme, ka me frutat e ndryshme, me sa po kuptoj me frutat e ndryshme që në fakt ka dhe M&M's si çokoladë, shumë e veçantë, shumë interesante. Pra, qiri me aromën e pjeprit dhe të boronicës, me qershi. Jonida, besoj se me këtë shëtitje ne i bëm një panoram të gjitha atyre që janë produktet më të veçanta dhe cilësore në Best Buy Drugstore. Tani për ta mbyllur, çfarë do t'i themi të gjitha atyre që nuk e kanë kuptuar mirë? Pse Best Buy Drugstore dhe Unika? Dhe Saru, nuk e di se kush janë kërkesat e klientëve, por nëse doni cilësi, duhet vini këtu, në Best Buy Drugstore. Morët vesh, miropafshim, kaq kishim ne.